Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Si zakonisht, ditajte, pas namazit të yatsis, përmendim diçka në hadithet të zjarëna të librit Sahih al-Bukhariut, rahimahullah. Jena halat e kapitulli i namazit, dhe pikrisht të nën kapitulli i çështjeve që kanë bëjnë me namazin e xhenazës. Në këtë nën kapitull Imam Bukhariu, rahimahullah, ka përmend shumë çështje që kanë bëjnë me këtë namaz, po edhe jashtë tij. Dhe sot përmendëm diçka rreth vizitës së varreve. Dhe përmendëm hadithin të cilin transmeton Enesi radhiyallahu anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka kalu pranë një varrit ku po qëndronte një gru. Dhe kur kaloi aty afër, i tha asaj grus: "Ki e frikë Allahun, përkujtoj Allahun dhe bën durim." Prej fjalës kuptohet që ajo gru ka qenë tu qa ose tu bërtit ose tu bë diçka jo të zakonshme për shkak të vdekjes të afërmit të saj. Ajo gruaja, pasi profeti sallallahu alaihi wasallam i tha ashtu, ju drejtu duke i thënë: "Ilejke anni", mu largo. Shqip mundesh me përkthy edhe mu i shqafet. Në disa transmetime thuhet se i ka thonë, sikur të kishte ndodhur ty ajo që më ka ndodhur mu, kishe më justifiku për këtë që jam tu bë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj kthehet në shtëpinë e vet dhe njerëzit i thojnë asaj grus: "Ai ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam." Ajo i thotë që nuk e njofta, dhe me njëherë vrapon dhe vjen të shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Enesi radhiyallahu anhu, dhe kur ardhi te shtëpia nuk gjeti asnjë roje te dera e shtëpisë. Kanë thonë në matë me këtë fjalë, tregon Enesi atë që ka menduar ajo gru, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu kanë personi më i rëndësishëm në Medinë, ka mujt me jetu si mret. Dhe ajo ka menduar se ai jeton si mret, dhe se ka roje dhe se ka njerëz që shoqërojnë. Nërsa kur ka ardhur tek shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjetë askënd të dera. Dhe i thot: "Nuk të njofta." Pra me këtë fjalë i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Nuk njofta", sikur don me justifiku për fjalën që e kishte thonë përpara. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Inna sabru bis-sadmatil ula." Me të vërtetë durimi është kur të bjen goditja herën e parë. Pra një në anë sikur e pranon atë justifikimin e saj, dhe në anën tjetër i tregon se ka ikë shpërblimi sepse nuk i bë durim në fillim. Ky hadith edhe pse i shkurt, po është hadith madhështor, dhe Imam Bukhariu rahimahullah e ka përdorur këtë hadith për më u argumentu se lejohet vizita e varreve, dhe se lejohet vizita e varreve edhe prej grave. Sepse kjo gru ka qenë tek varri i të afërmit të saj. Prej hadithit mësohet kjo, po edhe prej ngjarjeve tjera që kanë ndodhur me sahabet. Aisha radhiyallahu anha e ka vizitu varrin e vllajt të saj Abdurrahmanit, dhe bile se ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ç'a më thon ose si më u lut kur ta vizitoj varrin e vllajt tim. Në hadith që ashtu shohim edhe thjeshtësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka jetu thjesht në Medinë dhe disa prej muslimanëve se kanë njoft. Domethënë Medinja ka qenë qytet i madh për atë kohë, edhe disa edhe prej muslimanëve nuk e kanë njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, siç këtë rast kjo grua e cila nuk e ka njoft, ose ka qenë aq e tronditun sa që se ka pa mirë dhe se ka njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe se ai me thjeshtësinë e tij dhe me butësinë e tij ju drejtu me këtë këshill, dhe shifet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka humb asnjë rast për me i drejtu njerëzit ka e mira. Edhe me mësu atë që është për ta ma e mira, dhe me qenë i thjesht dhe i butë, dhe me i pranu justifikimet e tyne. Pastaj, po ashtu Imam Bukhariu rahimahullah përmend se kapitullin përcjellja e xhenazës edhe prej grave, ose marrja pjesë e grave së bashku me njerëz të tjerë në përcjelljen e xhenazës. Dhe për këtë ka treguar historinë Ummu Atiyes radhiyallahu anha, e cila thotë se nuhina an ittiba'il janaiz, na është ndalu ne
me I përcjell gjenazet. Walakin lem yu'azzam alejna, au lem yu'azzam alejna, mirë po nuk ka kënë ndalesë e plot dhe e vendosur. Prej tekstit hadithit çfarë po kuptojmë? Po kuptojmë që ndalesa po, mirë po ndalesa është për haram apo për mekruh. Çfarë po kuptohet prej hadithit? Për mekruh, do të thonë jo vepër që është e ndaluar plotësisht, por vepër që nuk është e pëlqyeme. Ulemat kanë thonë se nuk është e pëlqyeme, mirë po kur plotësohen kushtet dhe nuk ka rrezik për me ndodhë diçka e pakëndshme, dikush me humb kontrollin ose dikush me tepru në mërzinë e tij apo në reagimin e tij kur e përcjell gjenazën, atëherë nuk prish punë me përcjell gjenazën edhe gratë, mirë po me këtë kusht. Dhe kjo është mendimi më I saktë, se kjo nuk është e ndaluar plotësisht, por se është vepër e papëlqyeme, e nëse plotësohen kushtet, atëherë nuk prish punë që edhe gratë me përcjell gjenazën. E njëjta vlen edhe për çështjen e vizitës të varreve nga ana e grave. Shumica e dietarëve kanë leju dhe hadithin që përmendëm, historia e asaj grus, historia e Aishës radhiyallahu anha, dhe në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse në fillimin e shpalljes I ka pandalu për me I vizitu varret. Pse I ka ndalu me vizitu varret? Kujt I kujtohet? Sepse njerëzit kanë qenë hala të ri në Islam. Dhe në kohën para Islamit, idhujtarët e Mekës I kanë adhuru varret, apo I kanë madhnu varret, I kanë dhënë rëndësi të madhe varreve. Prandaj, edhe në fillim kanë thonë në matë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I ka ndalu për me vizitu varret, pastaj I ka thonë kuntu nehejtukum an ziyaratil qubur, ju kam pas ndalu me vizitu varret, fazuruha, tash vizitoni varret. Pastaj në disa transmetime është përmend edhe urtësia vizitës të varreve. Një transmetim ka thënë sepse ata ja kujtojnë ahiretin. Një transmetim ka thënë sepse ata ju azbusin zemrën. Një transmetim ka thënë sepse ata ju bojnë me u largu më shumë prej dunjas. Dhe sigurisht se tan këto urtësi përmbahen ose përmblidhen tek fakti kur viziton muslimani I viziton varret. Pastaj ka përmend Imam Buhariu rahimullah çështjen se sa lejohet me u mërzit, sa lejohet me qa ajo që është ndaluar apo e lejuar prej çamës, dhe ka përmend historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një herë kur I ka kanë të vdek fëmia I vajzës tij. Dhe I ka thënë fjalë vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së bashku me disa prej sahabeve, Sa'd ibn Ubada, Ubej ibn Kabi, Zeid ibn Thabit, kanë disa me të dhe kanë shku gjithë së bashku në rastin kur ka kanë të vdek nipi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose fëmia I vajzës. Dhe sa kanë mbrit atje dikush ja ka dhënë fëmin, ka kanë hala I vogël duket, shumë I vogël. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merr në dorë dhe sahabi thotë fëmia me zemër të frym. E përshkruan bilesa të frymarrjen e rënd të fëmis, pra u shifte që është momentet e fundit dhe kur e mori në dorë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çau. Sa'd ibn Ubada që ka kanë prej zotnive të banorëve të Medinës I thot o I dërguar I Allahut çfarë është kjo çamje? Një transmetim thuhet se I ka thënë e tepki u tenhanil buka, apo çan e ti vetë na ke mësuar mos me qa ose na ke ndalu mos me qa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inma hiya rahmetun. Kjo është mëshirë që Allahu e ka vendosur në zemrat e robëve të vet. Do të thonë kjo çamunja normale kur e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fëmin duke dhënë shpirt është normale dhe thotë në fund të hadithit inma yarhamullahu min ibadihi arrahama. Me të vërtetë Allahu mëshiron prej robëve të tij ata që janë të mëshirshëm. Me të vërtetë Allahu mëshiron prej robëve të tij ata që janë të mëshirshëm. Mësimi është I qartë prej hadithit, nëse don me të mëshirua Allahu, bëni mëshirshëm. Dhe kundërta me të kundërtën. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të tregon se e çamunja në mënyrë normale apo dalja lotëve nuk është prej të çamunit të ndaluar. E njëjta ka ndodhur edhe kur e ka varros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vajzën e tij, bashortën e Uthmanit radhiyallahu an, sahabët tregojnë se ka kënë të ndaj pranë varrit, pasi e kanë varros dhe se I kanë dalë lot prej syve.
edhe kjo e njëjta. Ndërsa ajo ndalesa për të qamunin e tepruar është që përmendet në hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë lejse minna, edhe këtë ka përmendur Imam Buhariu, lejse minna men latama al-hudud, kush i bjen vetes me shputa prej fatkeqësisë, wa shaqqa al-juyub, apo i gris rrobat prej fatkeqësisë, apo daa bi da'wa al-jahiliye, apo lutet me fjalë të ignorancës. Jeni dëshmitar gjithë se nga një herë ndodh që dikush flet fjalë për pa kontrollume, kur ndodh diçka e papëlqyeshme, e të gjitha këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thujt lejse minna, nuk është prej nesh, nuk është prej edukatës tonë, nuk është prej traditës tonë, nuk është prej etikës të islamit që muslimani me usjell kështu. Pastaj ka përmend gjithashtu Imam Buhariu hadithin e Sa'd ibn Abi Waqqasit, i cili kur është smur, kur e kanë bërë haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është smur ranë dhe ka shku e ka vizitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke qenë haxh. Duke qenë haxh, ka shku e vizitu Sa'd ibn Abi Waqqasin, i cili është bërë smur. Këtë tregon se sa vlerë dhe se sa vigjilent dhe sa rëndësi ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vizitës së smurit. Dhe Sa'di ka qenë pasanik, mirë ka pas vetëm një vajzë. Dhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë e kam gjenën si që të e pa, Sa'di ka mendu se nuk kam e jetu mo, dhe kam vetëm një vajzë që më trashëgon. Ati lanë 2/3 e pasonisë sadaka për Allahu subhanahu wa taala. Vakf apo të ngjashme, pejgamberi sa mi thot jo. I thot ata lanë gjysën, i thot jo. Pastaj i thot 1/3 edhe ajo është shumë. Pra e lejon që me lanë pasoni mas vetit 1/3. Pastaj në fund i thot, di o Sa'd se çdo sadaka që e nep kime pas problem për Allahu subhanahu wa taala, bides edhe kafshata e bukës që ja nep gruas tane. Pastaj i thot, o Sa'd, ndoshta ti ke me jetu. Sa'd i thot, a mos vallë ka me jetu në ma gjatë se shokët e mi? Thot, ndoshta ke me jetu dhe kanë me pas dobi prej teje të muslimant. Sa'di radiallahu an, Sa'd ibn Abi Waqqasi, ka jetu edhe 40 vjet mas kësaj ngjarje. Sa'd ibn Abi Waqqasi ka qenë kryetari muslimanëve në Irak dhe muslimanët ja kanë pa shumë hajrin atij, ashtu siç e ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në fund thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra pas ja jep këtë sinjal ose këtë përgëzim se kemi jetu, thot mirë po i mjeri Sa'd ibn Khawla. Sa'd ibn Khawla, pse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë? Pse ka thënë i mjeri? Sepse Sa'd ibn Khawla, një sahabi tjetër, e kishte bën hijretin prej Mekës në Medinë, dhe kur erdhen me bë haxhin bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në vitin e 10 hijri, vdiq në haxh Sa'd ibn Khawla. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thot këtë fjalë sepse i humbi shpërblimi që me vdek në Medinë. Sepse vdekja në Medinë ka vlerë, sidomos për sahabët të cilët kanë bën hijretin, e kanë pas ndaluar me u kthye dhe i herë në Mekë. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot i miri apo i varfri apo i shkreti Sa'd ibn Khawla, sepse i humbi shpërblimi i kthimit në Medinë dhe me jetu në Medinë deri në fund të jetës. Lutim Allahun subhanahu wa taala na mëson atë që na bën dobi, na falin subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.